dhe menduam të bënim eventin e parë të sirenave. Ishte shumë ftohtë, ishte shumë shi dhe të gjithë ishin lajmëruar që do vinin 2 sirenat performonin. Dhe nuk ishte lumturi më të madhe se shikoje fëmijët me çadra dhe që nuk ishin ikur. Ne u vonuam se menduam që eventi nuk do organizohej dhe ishin veç aq bukur dhe me aq dinjitet dhe aq bukur dhe kishin respektuar dhe ardhin e sirenave. Duke u veshur bukur me ato fjongot e vogla me ato dhe i shikoj aty që po të prisin me çadër dhe nuk ishte emocion më të madh. Dhe pasi bën foto me ne, çfarë mrekullie këtu. Duket si sirene vërtet komplet kur e sheh kështu për një moment. Pasi bën foto. Për fëmijët është fantastike për fëmijët. Për fëmijët është mendoj që ata më njohen. Por kam kuptuar që ndërsa fëmijët më njohin, të rriturit duan ta provojnë. Dhe ka pasur një kërkesë shumë të madhe dhe nuk isha materialet sasit mjaftueshme për t'i provuar që të gjitha po masat, më pas i mora të gjitha se pas që kishte kërkesë. Sidomos pastaj të thash tek pjesa e meshkujve është interesante shumë edhe kjo e meshkujve. Mirë, kemi një moment Engji në anien e mbytur kemi këtu në disa materiale të tua dhe dua të më tregosh pak për këtë moment. Le t'i sjellim këto imazhe. Kjo është ania e mbytur? Mund të them që kjo është gjëja për cilën unë kam 2 vite që kemi menduar, kemi ndërruar, si do ta sillnim këtë performancë në Shqipëri. Në Shqipëri ne kemi vetëm një ndërtese. Ku je këtu? Ku je? Jemi në Sarandë. Je në Sarandë. Jemi në Sarandë. Në Sarandë në Shqipëri ekziston vetëm një ndërtese, nga ku bëhen tripe çdo ditë dhe turistët shkojnë dhe vizitojnë anijen e mbytur. Me ndërtese. Pasi ndërtesja ka xhama, dhe ato mund të shikojnë anijen e mbytur. Sa e bukur kjo nuk e dija unë, që me ti mund të marrësh ndërtesen edhe të shkosh brenda në ndërtesë dhe të shikosh anijen. Dhe të shikosh anijen e mbytur, një ndër atraksionet turistike që kemi. Dhe kemi menduar Dashka bërë këtë verë, me patjetër. Po. Përveç se duhet provuar edhe sirena një herë, se edhe ajo është një eksperiencë shumë e veçantë dhe e bukur. Mund të them që ky ishte emocioni i parë i verës që ishte ndërtuar me frikën, me çdo gjë ishte si do dalim, si do shkojmë aty, si do i shfaqemi njerëzve. Ishte shumë thellë, është shumë thellë ajo anija aty? Ne mund të shkojmë, është diku ka 20 metra, ne mund të shkojmë, kemi freediver, mund të shkojmë të performojmë dhe aty. Por... Ti vetë sa thellë mund të zhytesh? 15 metra, në qofë se mund t'jeme vetme, në qofë se më shumë se 15 metra më duhet edhe... Për siguri duhet jesh me të tjerë. Gjithmonë më duhet dikush që më shikoj në det, është definitive, që duhet patjetër, një ngërsh mund të t'kapi, dhe me kostumin e silikonit që kam, që është 13 kg, më kap shpesh, edhe kur më kap duhet të... Nga sforcimi i muskujve. Muskujve, dhe ujë qot, dhe shumë e vështirë. Dhe unë gjithmonë, se herë që vesh kostumin e silikonit, shpresoj që mos më kapi ngërç, sepse është ndjesia më e vështirë dhe më e dhimbshme që mund të të ndodhi. E qartë, edhe mund të të blokojë, blokon edhe nuk bën dot lëvizje. Nuk është e thënë që ti jesh në thellësi, dhe në seksi të mund të kapi dhe ti nuk mund. Kemi dëgjuar raste plot. Atëherë, këtu ja njerëzit që janë futur brenda në ndërtese për të parë, i është shfaqur edhe ti. Ishim 3 sirena, tova 2 sirena të tjera nga Gjermania dhe i thash, më duhet patjetër të performoj në një ndërtese. Ato direkt e erdhën, nuk e menduan 2 herë, erdhi instruktora ime, mori dhe një performuese tjetër. Dhe njerëzit nuk e dinin që ne do shfaqeshim aty. Morëm një skaf dhe ne, ndërkohë që në ndërtesja arriti ke anija e mbytur, ne na solli skafi aty dhe neve i dolëm të gjithë njerëzit para xhamit dhe ato ishin nuk e besuan tani me mirë, ne apo fantastike, sa e bukur, sa e bukur. Dhe kjo që do ndodhi gjatë gjithë verës. Kjo është instruktoria jote, më duket? Po. Kjo që do ndodhi gjatë gjithë verës, do kemi mundësi që gjatë gjithë verës, këtë që do ta bëj unë vetëm gjatë gjithë verës, do i tek në Sarandë, kjo që ka një pikë fantastike që u dashka vizituar në fakt dhe që është shumë e bukur. Shiko sa e madhe anija dhe fakti që nga e organizuar e gjitha në këtë forë, edhe që është janë bitort pasaj që janë sirenat që shfaqen pa pritur pa kujtuar. 2 sirenat gjermane, erdhën vetëm prej dëshirës së ndërtesës, që tha nuk kemi parë ndonjëherë. Nuk kemi performuar ndonjëherë para një ndërtese. Dhe thash dakor, hajde një instruktorat e mia dhe do performojmë të treja dhe ishte aq ndjesi e bukur për të gjitha dhe ishin kur ikën nuk donin të shkonin më. Dhe më thanë, atë ke nevojë për sirena në Shqipëri, sepse mund të vim se herë që ti të duash. Ishte shumë të lumtur. E bukur shumë. Po se ato atje ndoshta ka diçka, atje ka shumë konkurrencë, atje ka shumë sirena. Dhe atje nuk ka një vend punë, domethënë ka konkurrencë për të punuar si një sirena. Edhe besoj që janë akuariumet kryesisht vendet e punës së tyre atje. Instruktora ime thjesht donte që të më bënte kursin, të mbaronte të gjithë gjënë që kishte për bërë me mua dhe thjesht më pafshim. Kur pa vendet që kishin në Shqipëri,
Tha jo, ne mendojmë që ne do bëjmë një retreat Sirena, është të vim gjithë Sirena. Në Shqipëri këtu. Në Shqipëri të bëjmë një Shqipëria retreat 10 ditë. ka bukurira të ralla. Ka shpella, ka... Ofron atraksione teatralla që nuk i gjejnë dot atje. Nuk i gjejnë dot, po atje tregon ka fare vetëm mirë. pishinë të thellë. Dhe ndërkohë tha Engji, si nuk e ke bërë këtë që më para në Shqipëri. Ne në Gjermani jemi shumë Sirena, pafund duke performuar vetëm në pishina. Ndërkohë që ti ke gjithë të natyrë këtu dhe një siren, me thënë të drejtën nuk më pëlqen performanca në pishinë. Për mua, në ndetën e kisha me shumë dëshirë dhe doja patjetër të realizoja në mënyrën sa më të bukur të mundshme dhe sa më perfekte, sepse një siren do të Sirenat të pika ndetin. Sirenat të pika ndetin, nuk diskutohet. Po, kur është dhe dimër, kalojme edhe këte nga pishina ndoshta për temperatura pak më të larta. Është ka që bukur kjo historia jote dhe u knaqem kaq shumë duke të parë ty, ndërkohë duke u zhytur si siren. Unë uroj shumë që jam e sigur që do të kesh shumë ngarkesë dhe mezi do ta përballosh të gjithën, po uroj që të shkojnë mbar të gjitha këto kurset që ti ke nisur me sirenat e tjera që duan të ndjekin dhe të bëjnë dhe ato instruktore njësoj si ti, për ta mësuar këtë profesion. Të hap fronte të reja pune, si siren, ku ato mund të performojnë ose në Shqipëri, por edhe jashtë, në qoftë se do kenë nevojë. Pra është një vend tjetër, është një ide tjetër për të punuar dhe mendoj që është ëndra e çdo vajze apo ëndra e çdo femre. Kush e dashuron ujin edhe i pëlqen ky lloj profesioni, pra të qëndrojë në ujë, ja ky është një mënyrë shumë e mirë. Do dhe shumë vullnet, disiplinë, duhet të stërvitesh jashtë mase, duhet të jesh në gjendje shumë të mirë fizike. Domethënë të quhet një sirenë është e bukur, por duhet ta kesh me shumë pasion. Dhe kur unë shkova në Gjermani ta studioja, pyetja e parë që instruktora ime më bëri, më tha që sa pasion e ke këtë gjë, sepse do të dish që është një ngarkesë tema ase e madhe. Se ti vërtet performon, merë gjithë bishtat e sirenës, të gjithë veshin bishtin e sirenës, por në fund të ditës, ti do bësh gati për të nesërme. Do i thash bishtat e sirenës, do i lash, do i sistemosh, nesër duhet të jetë një ditë tjetër e bukur për njerëz të tjerë që duan të provojnë. Dhe është një full time, sidomos në sezonin e verës, është një full time job. Më thuaj pak, Engji, si të gjejnë ty vajzat? Do me thënë ti ke krijuar një në website-in blog tëndin, ke një vend ku do të thënë ke emrin tënd apo e ke me siren? Si e ke quajtur? Jam kurioze. Shkolla ime Sirenës dhe gjithë shkolla e sirenave. Është Albania Mermaid Experience. Vendosa pikërisht që të quhesha Vendosa që të quhesha Albania Mermaid, sepse Shqipëria ma ofroi këtë mundësi. Shqipëria më ofroi plazhet, më ofroi shpellat, më ofroi turizmin, domethënë çdo gjë që ne kemi, domethënë ne jemi një vend turistik që kemi çdo gjë, nuk na mungon asgjë. Dhe pikërisht Shqipëria më ofroi që unë fantastike. Ta ushtroja këtë gjë. Engji, mua më pëlqen nga kaq shumë kjo historia jote dhe ne mund të vazhdonim të dëgjonim pafund, sepse duket sikur zhytemi në botën e prrallave me të gjitha këto rrëfime të mrekullueshme të Engjit edhe mbi gjitha dhe me imazhet që ne mundsuam sot për gjithë teleshikuesit. Por, do doja shumë që nëse na krijoj mundësia të vinim të xhironim gjatë verës aty, pikërisht atje në Sarand, tek Ania e mbytur. Do ishte fantastike sikur të shikonim aty realisht me sy të lirë, pra të bënim gjithë eksperiencën e plot. Po do ta kemi parasysh dhe ndoshta mund të bëjmë një gjë të tillë. Ajo është rësia më e madhe e kësaj vere dhe gjitha sirenat që na kanë parë nëpër Europë, të gjitha duan të vinë ta provojnë të performojnë para në ndetë. Unë të uroj shumë suksese dhe të vaf mbarë. Të presim sërish në studio të arrofesh histori të bukura. Nga kjo puna jote tashmë ka që veçan dhe ka që bukur. Të falenderoj shumë që ishe me mua sot, Engji. Të shumë e lumtur që pata mundësin që gjithë të aventurë, eksperiencë, të kemë mundësi që për të parë të tregoj këtu me të gjitha të bukurat, vështirësitë. Falenderoj shumë, edhe për ne ishte kënaqësi dhe të pritëm me shumë dëshirë kur e morë vesh që ti ekzistoje. Faleminderit, e dashur Engji, të uroj më të mirat, suksese dhe të presim sërish.